Në Kalan e Gjirokastërës është çelur ekspozita ndryshe e studentëve të liceut artistik me ngjyra të ngrohta pranverore dhe mesazhe të drejtpërdrejta. Kjo ide e të rinjve ndërthurur me isopolifonin, vallën dhe kostumografin ka sjellë tjetër atmosferë në Kalan e Argjiros. Në moton të shikosh përtej sipërfaqes, ekspozita tërhoqi vëmendjen edhe të turistëve. Një element ishte edhe ekspozimi i maskave të ndryshme të bëra vetë nga studentët. Si nxënëse e klasës së 10 vi këtu me një këngë isopolifonike, që është një lloj arti. Art nuk ka vetëm në letërsi dhe në veshje dhe në pikturë, në muzikë, në të tëra. Si thua, është një ndërthurje midis së vjetrës dhe të res. Dhe këtë të re në këtë kala të vjetër, kaq të bukur, e bën sot shkolla jon Feimi Ibrahimi, që me elementet dhe artistët e rinj na sjell sot të gjitha elementet artistik që plotësojnë mozaikun e vërtet të një fjale art. Ky aktivitet gjallëroi Kalan e qytetit të gurt nëpërmjet tinguve të muzikës dhe pikturave të veçanta të të rinjve, që pasqyronin Gjirokastrën në një tjetër dimension artistik, sipas asaj çka të rinjtë mendojnë të jetë.